ligjërat tema ose rëndësishme dhe madje edhe një aktualitet, i cili aktualitet është një kampanjë, me thonë, nga kuranistët, të cilët mundohen me mohu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe na do të mundohemi kësaj sfide bashkëkohore momentale të japmi përgjigje fetare dhe si është realiteti në Islam. Titullin e ka jo vetëm Kurani, por edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një tematikë e cila ka filluar të diskutohet dhe të shtjellohet në mesin e muslimanëve prej shekullit të 18. Deri në shekullin e 18, askush apo rrallë dikush e ka bisedu këtë temë. Në shekullin e 18, për s'pari herë, themeluesi i kësaj ideologjie kuranistëve, që nuk kupton një rrym, një frakcion i devijum në Islam, që sipas ehli sunetit janë frakcion që janë kafira, nuk janë musliman, janë kafira, nuk janë musliman, sepse mohojnë tërësisht hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I pari i cili e ka promovu këtë ideologji të devijume është Ahmed Khani nga India, në kohën kur India ishte nën okupimin e britanezëve, nën kolonin e britanezëve. Dhe në ndëkimin e asoj kolonie, prej mekanizmave dhe strategjive të lloj-llojshme që i ka pas ky shtet kolonizues, ka pas edhe strategjinë e vet me anë të së cilës ka synu prishjen e besimit të mëfillt islam. Krahas faktit që janë mundu me ndal islamin me promovimin e krishterizmit dhe devijimin e njerëzve në formë të rëndësishme nga islami, kanë pas edhe metoda tjera që kur s'kan mujt me arrit asaj, që me aprish besimin duke promovu një fe e cila fe përjashton nga praktika dhe argumentimi i Islam hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që nuk kupton me një përshkrim të shkurt me fshin gjysmën e Islamit. Me fshi 23 vite pejgamberllëk të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një pretendim të tillë. Pastaj kjo ideologji është bartë në Egjipt, që njëtë ka qenë nën koloni, pastaj është bartë në Libi, është bartë në Liban, është bartë në Malezi, është bartë në Evropë, është bartë edhe në disa vende të trojeve tona që, elhamdulillah, shkaku se tregu këtë ideologji devijume nuk e pranon, dhe në mesin e muslimanëve janë të refuzuara këto besime dhe këto ideologji të devijuara, jo islame, nuk kanë mujt as shumë shirje të madhe të gjenë. Por sot, njerëz të cilët flasin me gjuhën e shtetit, apo shteteve, apo me gjuhën e njerëzve që u vardisen pushtetarëve dhe lëvizjeve globaliste që sundojnë botën, fatkeqësisht këtë ideologji e gjen tek ata njerëz, të cilët edhe kanë qasje nëpër mediat bashkore, ju ofrohet edhe hapësira të ndryshme nëpër media dhe nëpër shtete të ndryshme, të zhvillume, të pazhvillume, vetëm si me arrit që muslimanëve me u aprish besimin islam. Që nëse s'mundën mi bo në jo musliman klasik, që mi konvertu prej në islam në krishterizëm, që së paku të i devijojnë në këtë drejtim, që apet
rezume në fund të jetë se ata janë të dalën prej fesë. Besimi e ehli sunnetit është ai i cili e mohon një fjalë nga fjalët e Allahut, një shkronjë nga shkronjat e Kur'anit, është që ai njeri ka dalë nga feja. Fillimi i gjithë këtyre grupacioneve të devijume, kuranistëve, ka qenë se kanë mohu ndonjëherë një kategori të caktuar të haditheve, ndonjëherë kanë mohu hadithin ahad. E pastaj ngadalë kanë filluar me mohu hadithe të cilët përmbajnë tematika të caktuara. E pastaj me një kategori tjetër kanë zbritur derisa në fund gjithë e kanë pas përfundimin, epilogu i gjithëve ka qenë që në fund me mohu krejtësisht hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na përgjigje këtyre nuk do t'ju japmi me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por se do t'ju japmi përgjigje me Kur'an. Do thotë dikush, po ata thonë që janë kuranista, nuk i din këto ajete kuranore. Ata nuk janë kuranistë. Ato janë racionalistë, të cilët logjikës së tyre japim përparësi para fjalëve të Allahut azza wa jall, edhe pse fshihen pas Kur'anit. Edhe pse fshihen pas Kur'anit. Kamuflimi i tyre është Kur'ani dhe fjala se na vetëm me Kur'an. A realisht ata janë vetëm me logjikën e tyre. Kjo është një kategori e njerëzve që mundohen këtë Kur'an, këtë fjalë të madhe me fut në kokat e tyre shumë, apo në mendjet e tyre shumë të vogla. A na themi, Islami nuk hin në kokën tonde, ti mendjen tonde dush me shtin Islam. Se truni jote është shumë i vogël, ai hardisku yt është shumë i vogël që më dal përballë Kur'anit. Andaj keni syçe edhe të keni kujdes, sepse pasere edhe në për xhamiat tona x njerëz, madje ndonjëherë edhe x thirrës me tesha dhe me kamuflime të ndryshme mundohen kësi farë dyshimesh të fusin në mesin e besimtarve. Dikush duke mohu e tehijatin, dikush duke e kontestu ndonjë sunet caktum, e dikush duke thonë se kjo pama nuk është në Kur'anin, famëlart, dhe kësi spina të ndryshme që generalisht janë frymë e lëvizjes kuraniste të devijuar të dalën nga feja islame. Që disa prej tyre edhe nuk janë vetëdijshëm se kanë deviju në këtë drejtim, por realisht është një rrezik i cili rrezik her pas here është pak më në nivel, her pas here është pak më pasiv në vendet tonë. Thotë Allahu azza wa jall: Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Fjala Allahu azza wa jall, o ju që keni besu, përgjigjuni Allahu azza wa jall dhe dërgumit ti kur ata ju thrasin në atë që juve ju gjallëron. Allahu azza wa jall në formë paralele ne obligon me u përgjigj fjalëve të Allahut azza wa jall dhe hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe Kur'ani edhe hadithi neve na gjallërojnë. Yuhyikum është spalere, është jeta imanore. E pastaj çdo gjallërim në çfarë do lloj segmenti të jetës tonë dhe të shoqërisë tonë, që padyshim e gjejmë atë jetë dhe gjallërim në shpallje, në vahi. Andaj tek ehli sunneti, shpallje, vahi, argument i barabart me Kur'anin është edhe paralel edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Thot dhe jo,
nëse hasni në divergjenca mes jush dhe doni që të zgjidhni ato divergjenca, referohuni në atë që ka thonë Allahu dhe në atë që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Resuli dërguari e Allahut. Allah na e bën me dije se na kur të kemi një mosmarrveshje mes vete, kur të kemi mendime të ndryshme mes vete, për të ardhur në di se cili mendim joni është më i saktë, duhet të rikthehemi në atë që thot Allahu azza wa jall dhe në atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra referencë jona si musliman janë dy burimet e argumentimit: Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë referenca jonë. Nuk është vetëm Kurani, Allahu azza wa jall thot edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama fatkeqësi është se ata logjikën e kanë vendu para Kur'anit dhe gjitha këto hadithe i devijojnë nga kuptimi, gjitha këto ajete kuranore i devijojnë dhe i lajthitin nga kuptimi i tyre vërtet me logjikën e tyre. Edhe pse janë ashiqare ajete kuranore që na e bëjnë të qartë se Allahu na thot të kthehemi në Kur'an dhe në Sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i përmend këto dy burime të argumentimit së bashku. Ajeti i tretë, thot Allahu azza wa jall: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu harajan thumma la yajidu fi anfusihim harajan." Thot Allahu azza wa jall: "Pasha Zotin tënd, ata nuk kanë besu. Ata nuk kanë besu. Dhe imani i tyre nuk është i plotësuar, nuk është i saktë, derisa ata të mos rikthehen tek ti, të marrin përgjigje në gjykimet e tyre." Allahu e konteston imanin e imanlive kur ata nuk referohen në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në gjykimet e tija. Ta bën me dije se pjesë e imanit të mirëfillt të muslimanëve është referimi në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: "Fa in Thot Allahu azza wa jall: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Thot Allahu azza wa jall: "Le të kenë kujdes. Le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që këta njerëz të i godet pastaj si pasojë këtij veprimi fitne, kanë thonë dietarët, është dalje prej fesë, sprovë në iman, o yusibahum adhabun alim, apo ato të i godet një dënim i vrasht, një dënim i dhëmshëm. Na e bën me di Allahu azza wa jall se refuzimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sjell devijim dhe lajthitje në besimin tonë dhe sjell dënimin e ashpër dhe të vrasht të Allahut azza wa jalla. Dietarët përmendin disa forma dhe mënyra të sunetit që përmenden në Kur'an apo të sunetit në përgjithësi në konceptin islam. E para, që suneti të vije si në formën e konfirmimit të fjalës së Allahut azza wa jall. Ku Allahu në Kur'an në disa ajete kuranore: "Wa aqimus salata wa atuz zakata", na thot, dhe faleni namazin dhe jepeni zakatin. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen konfirmimi të njëjtës që Allahu azza wa jalla ka përmendur në Kur'an dhe thot:
Bunja l-Islam ala khams, hadithin që është në Buhari, që është Muslim, shahadet an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakat, kështu me radhë. Ndonjëherë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen në formën e konfirmimit të asaj që është përmend në fjalët e Allahut azza wa jalla, që është përmend në Kur'an. Pra ndonjëherë hadithi vjen dhe konfirmon ajetin kuranor. Pra vjen në formën e konfirmimit. Forma e dytë që vjen e që përmendet në Kur'an, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas. Thot Allahu azza wa jall, dhe na ty ta kemi shpall Kur'anin që ti njerëzve atë tu asqarosh, tu a bësh bejan. Andaj thon dietar, forma e dytë e hadithit vjen si sqarim apo në formën e sqarimit të asaj që është përmend në Kur'anin familjar. Për shembull, njëra nga ta e para është kur vjen Kur'ani në formën e përgjithshme dhe Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atë e detajizon. Allahu azza wa jalla thot wa aqimus salah. Dhe falni namazin. Gjithë Kur'ani unë dhe thuani këtë argument dhe nuk keni me gjithë përgjigjet të kata. Si me falë namazin gjema në Kur'an. Gjema në Kur'an si me falë namazin. S'ka në Kur'an. Forma e namazit nuk është në Kur'an. El haqë e shhurum ma'lumat. Haqë është në muajt e njohura. Mirë, tregom si bot haqë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khudhu anni manasikakum. Mësoni haqin prej meje. Haqin mësot nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për namazin ju ka thonë ummetit, sallu kema ra'aytumuni usalli. Allah e ka obligu namazin, ama formën e namazit, praktikisht, kohën e hyrjes së namazit, barimit të namazit, shtyllat e namazit, kushtet e namazit, gjitha këta janë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë ummetit, sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më shihni mua duke u fal. Që me nëjbo me dije formën e namazit. Në Kur'an është përmend në formën e përgjithshme urdhëri për namaz, kurse në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është bërë sqarimi i formës së zbatimit të atij urdhërit të Allahut azza wa jalla. A dhe Kur'anionët kam problem edhe me disa dua në namaz, kam problem realisht edhe me reqatët e namazit, se askund në Kur'an nuk shkruan që dreka farzi i ka kaq reqatë, apo sabaja i ka kaq reqatë. Nuk shkruan Kur'an një gjë e tillë. Andaj njëra nga format që vjen hadithi vjen në formën e sqarimit dhe detajizimit të dispozitave apo të urdhnave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në Kur'an ndonjëherë përmenden disa dispozita të cilat janë të përgjithshme, kurse hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ato dispozita vjen dhe i precizon. Sikurse për shembull thot Allahu azza wa jall, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allahu azza wa jall në këtë ajet kuranor na shpjegon se si me nda pasurin tek pasardhësit ton, që dy hyse me i taku mashkullit e një hyse me nda femrës. Por ne ka bu me dije këtë ndarje të pasuris si bot me miras. Si bot me miras dhe me regullat e fikse të irthit që janë. Por
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nurithu ma tarakna sadaqa. Ma nurithu ma tarakna sadaqa. Ka bo me di ummetit se atë që kanë lënë pejgambert nuk ban me trashëgu pasardhës të tyre. Se pejgamberët nuk trashëgon. A rregulli i përditshëm se çdo babi i cili lën pasuri pas vete, ajo pasuri të takon trashëgimtarëve. Veç trashëgimia e pejgamberëve nuk ju takon trashëgimtarëve të tij. Ajo mbetet sadaka për ummetin. Andaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne pejgamberët nuk kina lënë trashëgimin mas vete, as dinar as dirham. Ne thot mas vete kina lënë ilmin, trashëgimin, diturin, imanin, dinin e kanë lënë trashëgimi për ummetit. Në Kur'an përmendet se trashëgimia e përgjithshme dhe për çdo kant, po ama ka ardhur hadithe dhe ka veçuar dhe ka përjashtu pejgamberët nga ky rregull, apo më mirë thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga ky rregull i përgjithshëm. E treta, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë vijnë dispozita shtojtës nga ato dispozita që janë të përmendura në Kur'an. Sikurse shembulli se disa ndalesa, disa harame janë të përmendura në Kur'an e disa të tjera janë të përmendura në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse për shembull ndalesa e ngrënjes së mishit të gomarit nuk përmenden në Kur'an. Sikurse dispozita që kanë të bëjnë me halalin dhe haramin me gjyhetin. Me shumë kaptina të ndryshme të dinit dhe të fesë ta, krahas asaj që përmenden dispozita në Kur'an, ka dispozita shtojtë që lejojnë apo ndalojnë edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund përmendmi që Imam Shafiu rahimahullah, nuk do ta zgjas më tepër dhe me këtë do ta përmbylli, përmend konsenzus dhe thot për asaj që na ka ardhur nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tabiinët dhe etbai tabiinët, ose të gjithë këta hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë konsideruar pjesë të vahjet dhe të shpalljes të cilën Allahu azza wa jalla ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj për në fund thot Allahu azza wa jalla, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thot Allahu i madh, ky pejgamber kur flet nuk flet nga hamendja e tij, por se të gjitha të thonat e tija janë shpallje të cilat Allahu këtij pejgamberi ja shpall. Me na me dije në formë decile dhe të prejtë se dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje që Allahu azza wa jall ja ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zotin e lutim që këtë ummet të ruan nga çdo devijim dhe nga çdo rrym devijante dhe gjithnjë për gjitha shqetësimet tona në çështjet e imanit dhe besimit të Islam t'ju referohemi hoxhallarëve dhe të mos lejojmë që shybe dhe dyshime njerëz ignorant të fusin në zemrat tona dhe në besimin tonë dhe asesi të mos e lejojmë vetvetes që asnjë çast edhe asnjë moment nga frymëmarrjet tona të kalojmë duke pas dyshime dhe shybe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë Zoti i shpërblet gjithë organizatorët në krye me këshillin e xhamisë i Sardheu dhe juve të dashur hoxhallar dhe juve xhamatli të respektuar shumë që na zbukuruat xhamin ton me prezencën tuaj. Zoti ju bekoft, walhamdulillahi rabbil alamin. Nëse ka dikush në pyetje mund të urdhëroni. Amin. Se zgata gjë besa, ja. Unë përmenda se
Shifeni të kjo dispozita e tekfirit, dallon dispozita e tekfirit të individit dhe dallon dispozita e tekfirit ndaj një besimi dhe dukuria. Na flasim sa ai cili dhe themi ai cili e mohon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka dalë prej fesë. Dhe kjo është gjykim gjeneral. Kurse pastaj për individat të cilët individa e kanë këtë besim, për secilin i jepet dispozit në vete, sepse dikush ka keq kuptim në këtë drejtim, dikush është i manipulum, dikush është xhamat, dikush është thirrës, dikush është koka e kësaj, e dikush është bartës i projektit të dikujt që e ban me prapavija të caktuara, andaj për secilin jepet dispozita në vete. Por dispozita generale e sunetit është kështu, 2 pika. Ai cili e mohon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej islamit, është kafir. Se do shtash pak ma shqip i thënë kafir me kë i thënë, ama ja, kështu shkupion që ajo është kafir, ka dalë pi fesë. Kemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm se si e trajtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Imam Shafiu, si që përmend konsenzus, dhe të s'ka bo vaki në gjeneratat dhe në umetin islam dikush me dalë dhe me mohu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe deri në shekullin e 18 kështu ka qenë gjendja e umetit. Në shekullin e 18 nën diktatin e kolonive jo islame jam promovu këto besime të devijuara që kanë pas synim devijimin e muslimanëve nga islami i vërtet. Andaj ligjëratën e fillova pikërisht me këtë historik të shkurtër në trajtimin e kuranimve, edhe pse ata janë një lëvizje në vete që ndoshta ka nevojë ndonjëherë edhe me ju përkushtu dhe me isharu. Por generalisht metodologjia e sunetit është me tregu atë që është e vërtet, atë që është e mirë, atë që është e ëmbël, e pastaj me automatizëm imanlit e kuptojnë se çdo sent jashtë kësaj është e keqe dhe devijume. Sikurse njeriu i cili ka shiju mjaltin, kur ti japsh ufull, ai me automatizëm e refuzon atë dhe nuk e pranon se e din se çka është e ëmbël e cila është ufulla. Andaj e jona si metodë është generale dhe që na si musliman si umet duhet të i përmbajemi është që të në vjet të trasha të e promovojmë të mirën dhe të drejtën dhe umeti me automatizëm e kupton se çdo sent jashtë kësaj është e keqe dhe dëmshme për besimin e tyre dhe për imanin e tyre.